Tani, ajo është zhurmë për asgjë. Është zhurmë për asgjë. Pse? Ja u shpjegoj unë. Në vitin 2019, një ndryshim i kodit zgjedhor, por e vërteta, ta themi atë që është i mbështetur nga Komisioni Venecias dhe Odiri, ka heqë të drejtën e kandidatëve si të tillë të paraqesin ankesa të kësaj natyre. Nuk ekziston ajo e drejtë nga 2019 e këtej për kandidatin. Komisioni Venecias, Odiri dhe Kodi Ynë këtë të drejtë ja u njohin subjekteve politike. Subjektet politike investohen edhe për kandidatin. Edhe për kandidatin. Këta kandidat të nderuar kanë ndjekur një rrugë të këshilluar, nuk mund të them se mbasi përfaqësuesit tanë ja u kanë bërë të qartë dhe interpretimin e thirrjes time, që duhet t'i bëjnë nëpërmjet partisë, por brenda platformës së miratuar nga partia, në ç'kuptim. Në qoftë se partia ka kërkuar paligjshmërinë e zgjedhjeve, e para kërkesë që shqyrtohet është paligjshmëria. Pas kësaj, partia merr dhe paraqet një nga një kërkesat e kandidatëve. Besoj se e qartësova këtë. Prit. Disa kandidatë, se nuk janë vetëm këta, që kanë kërkuar ankesën e tyre në numërim të tjerë, i kanë depozituar pranë përfaqësuesve të partisë në KQZ dhe presin momentin e vlerësimit që partia ka për X qark, pastaj do paraqiten ankesat e tyre. Edhe për kandidatët e Tiranës, ata u informuan dje përsëri se rruga që kanë ndjekur është një rrugë që nuk ka mbështetje ligjore.